Zoti Gjinali, së fundmi Irani ka premtuar hakmarrje për sanksionet ekonomike të cilat i ka ndërmarrë pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës, madje Irani ka thënë se janë të përgatitur për këto sanksione. Megjithatë, se po i shihni sanksionet ekonomike të SBA-s ndaj Iranit, a është kjo një tendencë që të krijohet një izolim, ta quaj kështu, ekonomik për Teheranin? E kemi thënë që kemi hyrë në një fazë në cilën konflikti tashmë është konsideruar një normalitet geopolitik dhe duke pasur parasysh këtë fakt, shohim tashmë të shpërfaqur shumë dimensionet të konfliktit. Dhe nga konflikti në sferën ushtarake, tashmë kemi kaluar patjetër në thelbin e konfliktit, që është pikërisht sfera ekonomike. Dhe këto sanksione të cilat do të ndërmerren më të thelluara nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës, vetëm për të parë shkalla e shpërfaqjes edhe e mënyrës se si këto sanksione do të jetësohen, por nëse do të qëndrojnë në nivelin teorik, patjetër që këto sanksione ekonomike të thelluara, të quajtura edhe si dita D ekonomike, për sa i takon në goditjes së mundshme ndaj Teheranit zyrtar, përbëjnë patjetër dhe thelbin e konfliktit dhe pikërisht hyrjen e konfliktit në fazën e tij më nevralgjike. Një fazë thelbësore nevralgjike e cila mundet që në një të ardhme apo të mesme të përcaktojë dhe fatin e zgjidhjes së konfliktit dhe kaun të cilin do të marrë kjo zgjidhje. Duke pasur parasysh deklaratën e Teheranit zyrtar, patjetër që është një deklaratë retorike, një deklaratë e cila patjetër që do të përcillet dhe si një mënyrë inkurajuese, jo thjesht në aspektin e brendshëm, por njëkohësisht dhe në aspektin e jashtëm, duke pasur parasysh edhe aleatët që Teherani ka në këtë sfidë geopolitike e cila patjetër përbën dimensionet e ridimensionimit të rendit botror, dhe mendoj që në tërësinë e vet, kjo deklaratë patjetër që është një deklaratë e cila nuk mund të injorohet, por është në nivelin retorik. Ajo që mbetet në përparë, në radhë të parë, është shkalla e mënyrës se si këto sanksione do të jetësohen nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës, aleanca dhe shkalla e zgjerimit të aleancës të tërësi. Dhe këtu i referohem faktit cilat do të jenë ato shtetet të cilat do të bashkangjiten dhe më pas nga ana tjetër dhe shtetet të cilat janë të diskutueshme apo të konsideruara si aleate të mundshme apo bashkëpunëtore të Iranit nëse do të bashkangjiten apo jo kësaj nisme. Kështu që mendoj që situata ka të panjohura në aspektin e numrit të aleatëve të cilët do të bashkangjiten këtyre sanksioneve, por dhe numrit të shteteve të cilat janë përtej aleatëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, por nga ana tjetër, fakti i njohur është që po shkojmë pikërisht në thelbin e konfliktit. Që është thelbi ekonomik dhe mendoj që pikërisht ekonomia do të jetë ajo e cila ekonomia si nocion do të jetë pikërisht thelbi që do të zgjidhë të ardhmen e mundshme të këtij konflikti. Zoti Gjinali, po, aktualisht një farforme konflikti mes Iranit edhe SBA-s për momentin ka tashmë karakter ekonomik, por a besoni se këto sanksione mund të përdoren një farforme dhe si instrument për të krijuar kushtet për një zgjidhje të krizës politike mes shteteve? E tham më lart. Pra, kemi kaluar nga faza e konfliktit ushtarak pikërisht në thelbin ekonomik. Dhe duke pasur parasysh këtë fakt, absolutisht mendoj që pikërisht edhe presioni i shtuar i skajshëm ekonomik do të shërbej patjetër si një mundësi apo mendohet si një mundësi pikërisht për të dërguar Teheranin ose në bisedime nga një anë, ose për të vijuar dobësimin e mëtejshëm të regjimit. Kujtojmë që regjimi ka dobësimin e tij në aspektin politik, por nga ana tjetër, patjetër që ky dobësim më pas mund të shpërfaqet edhe në kontekstin ekonomik. Është i vërtet fakti që po ka një mënyrë dhe disa skema të përdorura nga regjimi, të cilat duke arritur që ta anashkalojë disa nga pasojat e sanksioneve deri tanishme, për këtë arsye, shkalla e mundshme totale e ndërmarrjes së këtyre sanksioneve mund të dërgojë pikërisht
me gjas drejt një dobësimi të mëtejshëm pikërisht të fuqisë ekonomike të regjimit. Mbetet për të parë, për shkak sepse tashmë regjimi në Iran drejtohet dhe ka përkatësisht gardë revolucionare, e cila patjetër që nuk ka shumë vetdije politike në kuptimin që nuk mendon mbi pasojat e mundshme të secilit veprim politik dhe diplomatik, por thjesht i intereson mbajtja e konfliktit ndezur si një mundësi për të ruajtur kohezionin e brendshëm. Megjithatë, mendoj që aspekti ekonomik dhe kjo betejë e re e një dimensioni dhe një niveli të ri në këtë fazë të këtij konflikti, mendoj që patjetër do të sjellë ndryshime në gjithë dinamikën e konfliktit në tërësi. Dhe, siç thash në fillim të kryet herës, tashmë kemi hyrë pikërisht në zemrën dhe thelbin e konfliktit. Kjo është pikërisht thelbi ekonomik, ku dhe paqartësia, mosmarrveshja dhe të gjithë kundërshtit mbi ngushticën e Hormuzit si pika nevralgjike e këtij konflikti, pikërisht na dërgojnë drejt mendimit që pikërisht ekonomia është thelbi dhe zemra e këtij konflikti. Se çdo të ndodhë mbetet për të parë, çdo të ndodhë mbetet për të parë absolutisht. A prisni të ndryshojnë pozicion edhe fuqitë e mëdha botërore karshi kësaj situate? Për sa i takon aleatëve perëndimor, duke pasur parasysh vendet e G7-s, apo duke pasur parasysh vendet e Aleancës Atlantikut Veriut, duke pasur parasysh vendet e Bashkimit Evropian, mendoj që ky dimension i ri i sanksioneve ekonomike do të dërgojë drejt një kohezioni të mundshëm dhe për sa i takon kompaktësimit të aleancës perëndimore në tërësi. Ky është njëri moment. Momenti tjetër mendoj që dhe situata në Hormuz, e cila vijon të jetë përtej lundrimit, vijon të jetë e paqartë dhe që po përdoret nga Irani si një aset gjeografik, por po i kthehet në bumerang duke pasur parasysh që ky aset gjeografik nuk po përdoret për të arritur një përfitim politik nga ana e Republikës së Iranit, por po përdoret thjesht dhe vetëm për të vijuar një rrugë regresive të mbajtjes gjallë të konfliktit në përputhje me vizionin politik të Gardës Revolucionare e cila sot drejton në regjimin dhe është në leadershipin e regjimit. Kështu që mendoj që në parim dhe në tërësinë e vet, patjetër që Aleanca Perëndimore, duke pasur parasysh rezultatet e munguara në periudhën në vijim për sa i takon periudhës së shkuar, për sa i takon dialogut, negociatave dhe të gjithë këtyre kundërshtonjeve për sa i takon të dy krave dhe mbajtjes së ngushticës së Hormuzit në një pozicion paqartë, mendoj që Aleanca Perëndimore në tërësi do të ketë një kompaktësim dhe mendoj që pikërisht sërish ekonomia, sanksionet në tërësi dhe nevoja tashmë për të zhbllokuar shumë shka nga kjo blokadë e cila bart artificialitetin e vet për të ruajtur kohezionin e një regjimi, mendoj që do të dërgonte patjetër drejt një dimensioni të ri dhe të Aleancës Perëndimore në tërësi. E qartë, zotëri Xhinalit, falenderoj shumë për kohën dhe përgatishmërinë. Punë të mbarë. Faleminderit shumë ndonjëherë.